Ditën e sotme mbahet seanca paraprake për Ilir Metën, Monika Kryemadhin dhe 3 të tjerë. Në gjykatën e posaçme, ku do të vendoset nëse dosja e bujshme do të kalojë për gjykim apo do të kthehet për hetime të tjera. Në seancën e fundit Meta kërkoi shtyrie duke pretenduar se nuk ishte njohur me të gjitha aktet. Avokati i tij konfirmoi se ish presidenti do të jetë i pranishëm në çdo seancë dhe kërkoi që ai të mos vendoset në kafazin e gjykatës duke e quajtur shkelje të drejtave kushtetuese. Dosja e Spakut bashkon aferën Çesdia, lobimin e LSI-s në SBA dhe hetimin pasuror. Meta dhe Kryemadhi akuzohen për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie, të tjerët për korrupsion e pastrim parash. Meta mbetet në burg prej tetorit 2024, ndërsa Kryemadhi me detyrim paraqitje. Ditën e sotme gjykata e posaçme mban seancën e radhës paraprake për dosjen Veliaj që do të vendos nëse çështja kalon në gjykim apo kthehet në SPAK për hetime shtesë. Seanca e fundit u shtyp pasi Erion Veliaj kërkoi kohë për të njohur me dosjen hetimore prej 60.000 faqesh dhe kërkoi heqjen e kafazit metalik gjatë seancave. Veliaj ndodhet në paraburgim që prej shkurtit të këtij viti dhe përballet me akuza pastrim parash, korrupsion pasiv në 9 episode, mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futje të sendeve të ndaluara në qeli. Në dosje janë përfshirë edhe bashkëshortja Ajola Xoza dhe ish-deputetja Klotilda Bushka. Pavarësisht arrestimit më 3 nëntor, gjykata kushtetuese e la Veliaj në detyrë si kryebashkiak, ndërsa ai është rikthyer sërish në kushtetuese për të sfiduar vendimet e gjykatave që e mbajnë në burg. Takimi i kryebashkiakut Vangel Tavo me delegacionin turk Marif ndezi menjëherë tensionet në Himar dhe përplasjen Tiranë-Athinë. Vizita vjen vetëm pak ditë para udhëtimit të Elisa Spiropalit në Greqi, duke u parë si manovër e Edi Ramës për të krijuar terren të nxehtë diplomatik. Njoftimi i Tavos për kurse gjuhësore përfshir turqishten shkaktoi reagim të ashpër të banorëve dhe alarm të Omonias, e cila foli për presion mbi komunitetin grek dhe tentativë për ndërhyrje në identitetin e zonës. Tavo u tërhoq me një deklaratë të dytë, por asnjëherë nuk përmendi hapur gjuhën dhe komunitetin grek, duke lënë më shumë pikë pyetje. Lëvizja e Ramës shihet si provokim i llogaritur për konsum mediatik, por rrezikon të përshkallësojë konfliktin diplomatik. Në një moment kur marrëdhëniet Tiranë-Athinë janë ende të ngrira, në këtë lloj nervash çdo hap i gabuar mund të kthehet në autogol për Shqipërinë. Një zhvillim i papritur brenda Partisë Demokratike po i shton presionin Sali Berishës. Të dhënat e fundit të Google Trends tregojnë se Ervin Saliani ka kaluar kreun e partisë për interesin publik gjatë periudhës 5 nëntor-4 dhjetor. Për herë të parë, kërkimet për Salianin janë më të larta se ato për Berishën, një sinjal se lëvizja e tij po fiton terren në opinion. Rritja e kërkimeve vjen pas nisjes foltore së Salianit në Durrës, ku ai mblodhi një numër të madh demokratësh të zhgënjur me drejtimin aktual të PD-s. Ndërkohë Berisha, i cili akuzon këtë lëvizje si interes personal, po tenton të rikuperojë terren përmes takimeve në rrethe, por kritikat ndaj tij po shtohen siç ndodhi në Mirdit. E thënë thjesht, gara për influencë brenda PD-s ka hyrë në fazën më të nxehtë dhe për momentin Saliani po fiton në betejën e opinionit publik. Qeveria ka miratuar planin e ri kombëtar 2026-2028 për përballimin e flukseve migratore, që parashikon hapjen e mbi 20 qendrave emergjente në Korçë, Gjirokastër dhe Vlorë me kapacitet nga 100 deri në 410 shtetër secila. Objektet publike, Trualli i Lirë dhe godinat e braktisura do të kthehen në struktura pritse, përfshirë shtapi në Floq, depot e rezervave shtetërore në Lozhan, konviktet në Vlorë dhe hapësira sportive në pustet si Mare Konispol. Korça del Qarku me më shumë pika akomodimit, paktën 10, ndërsa Vlora kthehet në nyje kryesore me kapacitete deri në 300 persona për qendër. Gjirokastra do të mbështetet te strukturat ekzistuese si spitali dhe konviktet në Përmet. Kosto totale varion nga 195 milion lek në skenar normal deri në 708 milion në rast krize. Plani synon reagim të shpejtë dhe shpërndarje të balancuar të flukseve në të gjithë juglindjen e vendit. 5 dhjetori shënon ditën ndërkombëtare të vullnetarizmit dhe presidenti Bajram Begaj ka bërë një apel të fortë mirënjohjeje për të gjithë ata që kontribuojnë pa kushte për komunitetin. Ai quajti vullnetarët shtylla morale të shoqërisë që mbajnë gjallë solidaritetin dhe angazhimin social. Begaj theksoi se Shqipëria ka nevojë për zemrën dhe për kushtimin e tyre çdo ditë, ndërsa vlerësoi iniciativat që fuqizojnë komunitetet dhe i qëndrojnë pranë qytetarëve. Përfundon zyrtarisht paraqitja e provave nga mbrojtja në dhomat e specializuara të Kosovës për ish-presidentin Hashim Thaçi. Procesi nisi më 15 shtator me dëshmitë e ish-zyrtarëve amerikanë dhe diplomatëve të njohur, përfshirë James Rubin, Paul Williams dhe generalin Wesley Clark, dhe u përmbyll më 18 nëntor të këtij viti. Akuza përfundoi paraqitjen e saj më 15 prill të këtij viti. Pas dorëzimit konkluzioneve nga të dyja palët midis 9 dhe 13 shkurt, trupa gjykuese do të ketë deri në 90 ditë për vendimin. Pas këtij procesi, Thaçi përballet edhe me një akuzë tjetër për pengim të drejtësisë, bashku me shefin e Agjencisë së Inteligjencës Bashkim Smaka, ish-kryetarin e Malishevës Isni Kilaj, Fadil Fazliu dhe ish-ministrin Hayreddin Kuçi. Fermerët në Greqi nuk ndalen nga moti i keq. Protestat bujqësore vazhdojnë me të paktën 14 bllokime dhe mbi 6.000 traktorë në rrugë. Makineritë janë vendosur në dogana.
kryqëzime dhe pika kyçe të rrugëve kombëtare, ndërsa fundjava pritet të sjellë bllokime të reja. Në janim, fermerët dhe blegtorët janë në ditën e 6 protestave duke bllokuar kryqëzimin e Kalpakit nga ora 8:30 deri në orën 12 dhe më vonë nga 19 deri në 22. Autoritetet paralajmërojnë se protestat do të vazhdojnë edhe ditën e nesërme, duke krijuar kaos në trafikun lokal dhe duke rritur presionin ndaj qeverisë greke. Kryeministri hungarez Viktor Orban paralajmëroi se në ditët në vijim do të vendoset nëse lufta midis Rusisë dhe Ukrainës do të përhapet në Europë ose nxehtësia e saj do të shuhet përgjithmonë. Ai tha se negociatat Shqipëri-Rusi mund të qetësojnë situatën duke lejuar qytetarët hungarez të marrin frymë më lirshëm, ndërsa vazhdimi i konfliktit nga perëndimi rrit rrezikun dhe kërcënimin për rajonin. Orban theksoi se perëndimi e ka integruar Ukrainën de facto në NATO dhe synon anëtarësinë të plotë, ndërsa shtoi se koha është në anën e Rusisë. Sa më shumë vonohet paqja, aq më shumë do të humbas Ukraina në territore dhe jetë njerëzore, thotë ai. Raportimi Washington Post për një sulm amerikan në Karaibe ka ndezur zjarr në Kongres, duke vënë në qendër të debatit sekretarin e mbrojtjes Pat Hegseth. Pas dyshimeve për manipulim informacioni nga administrata Trump, ligjvënësit u ndan ashpër, republikanët mbrojnë operacionin ndërsa demokratët e quajnë moralisht dhe ligjërisht të dyshimt. Në fokus fushata antidrog e Trumpit, që trajton trafikantët si terroristë dhe autorizon përdorimin e forcës vdekjeprurse, që nga shtatori janë kryer 22 sulme me mbi 80 të vrarë, përfshirë 2 persona që u eliminuan në ujë gjatë një operacioni të dytë. Mes dyshimeve se Hegseth kishte urdhëruar vritjen e të gjithë, diçka që hetimet nuk e kanë provuar. Demokratët e quajnë ngjarjen thellësisht shqetësuese, republikanët të ligjshme e të nevojshme. Trump kërkon publikimin e videos që pritet ndez akoma më shumë opinionin publik. Për tani, Hegseth qëndron në detyrë, por stuhia politike sapo ka nisur. Irani po kalon një prej valve më të errta të ekzekutimeve të viteve të fundit. Vetëm në 3 ditët e para të dhjetorit janë varur 44 të burgosur, një në çdo 90 minuta. Ky ritëm makabër vjen pas muajit nëntor ku regjimi regjistroi 335 ekzekutime, mes tyre 7 grave, 2 dënime publike, shifra më e lartë në gati një dekadë. Sipas organizatave që monitorojnë represionin, ky intensifikim është një përpjekje e udhëheqësit suprem Ali Khamenei për të frenuar shpërthimin e një kryengritje të re, por masakra vetëm sapo nxeh zemrimin popullor. Lista e viktimave rritet çdo ditë, ndërsa OJQ paralajmërojnë se kjo është një fushatë sistematike terrori shtetëror. Presidenti venezuelian Nicolas Maduro po lëviz nën panik pavarësisht fytyrës së qetë që shfaq në publik. New York Times raporton se pas kërcënimeve të administratës Trump ai ka rritur ndjeshëm masat e sigurisë nga frika e një sulmi ajror ose një operacioni amerikan. Maduro ndryshon vendin ku flet çdo natë, përdor telefona anonime para pagesë dhe ka aktivizuar kundër zbulimin kubanez për ta mbrojtur nga tradhtia e njerëzve të tij më të afërt, ndërsa SBA-t i ofrojnë $25 milion çdo informacioni që çon në arrestimin e tij. Maduro ka reduktuar daljet publike dhe transmetimet live, duke zhvendosur strategjinë te paraqitjet e regjistruara. Burime pranë tij pohojnë se ai po negocion një marrëveshje të mundshme mërgimi drejt Katarit, por ndërkohë për të ruajtur imazhin ai shfaqet duke kënduar e kërcyer nëpër festivale, ndërsa brenda pallatit presidencial mbretëron frika, dyshimi dhe ankthi për një goditje të papritur amerikane. Shorti i Kupës së Botës 2026 do të hidhet këtë të premte, më 5 dhjetor, në Washington në orën 18, me orën lokale, duke zbuluar zyrtarisht përbërjen e 12 grupeve të turneut që zhvillohet nga 11 qershori deri më 19 korrik në SBA, Meksik dhe Kanada. Do të jetë edicioni i parë me 48 skuadra, prej cilave 42 janë kualifikuar, ndërsa 6 vende përfshirë Shqipërinë do të vendosen si Combat X pasi të përfundojnë play-offet. Vendet pritse kanë pozicion të sigurt. Meksika në grupin A, Kanadaja në grupin B dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në grupin D, ndërsa skuadrat më të forta do të shpërndahen për të shmangur përballje të hershme. Kalendari i plot me stadiume dhe orare publikohet të shtunën më 6 dhjetor. Ky botror premton të sjellë sfida epike dhe surpriza në çdo grup.